Në studio kam opinionistin Faton Alili, me cilin do të flasim për zhvillimet brenda partijake pas rezultateve zgjedhore në të dyja bloqet. Mirë se vini në Alcat. Faleminderit për ftesën. Duhet të filloj bisedën tonë pak me atë çfarë po ndodh në bllokun politik shqiptar dhe partitë që kanë ndërmarrë tashmë hapat, qoftë pushteti, qoftë opozita, për të rikonfiguruar rrallat e tyre pas rezultateve zgjedhore. A mund të presim ndonjë reflektim posaçërisht në Aleancën Kombëtare për Integrim pas humbjes së zgjedhjeve? Shiko, se reformimi është një gjë shumë e nevojshme dhe shumë e vlefshme për gjitha partitë, jo vetëm për AKI-n, po edhe për partitë tjera, besoj se në këto soaza, në këto përmasa pajtohen të gjitha strukturat, gjitha ata militant partijak, po dhe hierarkia më e lartë e asaj partije. Veçanërisht Bashkimi Demokratik për Integrim ju ka dashur një reformim i thellë. Ka kohë që i duhet realisht. Po çdo herë rezultatet pozitive që i mirëten në teren dhe ajo avazi vjetër i politik bërjes së vjetër në për institucione kyçe disi e largonte nga realiteti. Dhe u desh që në vitin e kaluar, në zgjedhjet parlamentare, ajo të shkëputet nga institucionet, nga qeverisja e institucioneve, dhe të ulet dhe të bëjë një vetë kritik të brendshme për të reflektuar sa do kudo në opinion mbi zhvillimet dhe të arriturat e drejt më tanishme për shqiptarën në përgjithësi, po dhe për vetë partinë në fjalë. Mendoj se këto zgjedhje vërtetuan një gjë shumë të rëndësishme, se disa lider mohallash i ka ardhur momenti që të shkojnë tek shtëpia. Nuk mundin më të mbijetojnë në skenën politike. Në pikpamjen e parë, në bllokun politik shqiptar, ne pam dy koalicione të konsoliduara, të mirë të organizuara, që vepronin prej në Struke deri në Kumanov. Se çka ata përfaqësonin, cilin interese përfaqësonin në politika pak më të thella, ajo mbetet për të vlerësuar, besoj se edhe është vlerësuar në këto zgjedhje prej votuesve shqiptar dhe votuesve në përgjithësi në Republikën tonë, po reformimi është një gjë me të cilën ata duhen sa më shpejt që ta realizojnë në teren. Tek ne nuk jemi mësuar që të shohim një reformim të thellë të partive politike shqiptare. Do të kisha marrë një shembull shumë konkret për të marrë si shembull në rajonet tona këtu ku jetojmë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, se vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës është ajo e cila ka ditur të reformohet dhe të ndrojë leadershipin e saj çdo palëzgjedhje, mund të them. E kur them reformim, nuk është vetëm të largohet një figurë dhe të zëvendësohet menjëherë me një figurë tjetër, ose një figurë politike të ndryshojë drejtimin e ndonjë institucionit. Reformimi i thellë parashef ndryshimin e gjithë leadershipit udhësisë politike në atë parti politike. Nuk parashef ndryshimin e strukturave militantistike në teren, sepse strukturat janë ata të cilat e mbajnë gjallë frymën e partisë dhe politikën në vazhdimsi. A duhet kjo frymë të reflektohet edhe te partitë në pushtet, për shembull në bllokun politik shqiptar, koalicioni vlen në disa komuna, në vendet e caktuara, pavarësisht se kishte në funksione të mëdha, përfaqësues të tyre ata humbën në vend votime të tyre. Dhe a duhet kjo që të jep një mesazh edhe pushtetit që në radhat e tyre të bëjnë ndryshime të theksuara për shkak mos dhënies së rezultateve konkrete? Shikon, pikpamjen e parë, sa i përket koalicionit vlen, unë edhe më herët e kam potencuar në prononcimet e mia publike se ata disi u ricikluan në këto dy zgjedhjet e fundit. Ata nuk janë lider të ri, nuk janë leadership i ri. Janë një fuzionim i liderëve të vjetër që ndërtuan një kauz kushtimisht të re, të ndryshimit në politikë bërje, kundrejt një individi. Dhe ai ishte kauza për ndryshim kundrejt zotëria Ali Ahmetit. Aq. Po ta marrim në thellësi, po ta marrim në plan programet e tyre, në prononcimet e tyre, në zhvillimet e tyre, qoftë të brendshme, partijake, qoftë edhe politike. Unë besoj se koalicioni vlen ende është duke vazhduar me avazën e vjetër të politikë bërjes së vjetër të Bashkimit Demokratik për Integrim. Këto 2 vite të qeverisjes së tyre ende nuk kemi parë rezultate konkrete. Besoj se ndryshimi parashef në përmbajtje diçka shumë veçantë për shqiptarët. Në qoftë se ata proklamojnë ndryshimin, unë besoj se ata duhet të arrijnë konsenzus me palën tjetër që punët e pabëra të Bashkimit Demokratik për Integrim për gjatë 20 e ca viteve në qeverisje, ata duhen me hapa të shpejtë realizojnë. Në qoftë se pyet dikur se cilët janë ato punë të pabëra,
janë shumë thjeshta. Zyrtarizimi i plotë i gjuhës shqipe duhet sa më parë dhe sa më shpejt të avancohet në gjithë nivelin qendror dhe atë lokal. Statusi ish pjesëmarrësve të luftës së konfliktit të vitit 2001, absolutisht se duhet sa më shpejt që të realizohet. Po dhe përfaqësimi i adukatit shqiptar në institucione. Ne kemi afërsisht 1 vjet që presim një ligj të ri të premtuar nga koalicioni Vlen. Në këtë drejtim nuk janë prononcuar se ku kanë bërritur për ta përmirësuar përfaqësimin e shqiptarëve nëpër institucione. Besoj se në këtë drejtim ata duhet punojnë shumë, sepse qytetarët si kanë ditur ta ndëshkojnë Bashkimin Demokratik për Integrim. Në këto zgjedhjet lokale me koalicionin Vlen e kanë shumë më të lehtë, sepse mbas Bashkimit Demokratik për Integrim ka qëndruar një kaos gjithë kombëtare, e cila u thirrte në vlerat e UÇK-s. Koalicioni Vlen nuk i ka këto benefite. Dhe nëse nuk merr masa paraprake që të arrijë një konsensus me partinë në pushtet, VMRO-DPMN, që edhe ndryshimet kushtetuese të realizojë sa më parë me ditë dhe datë konkrete, shqiptarët nuk do t'ia falë. A ishin këto zgjedhjet e para lokale në cilat qytetarët vlerësuan projektet dhe nuk vlerësuan folklorin? Mund të themi se po. Edhe pse nga ana e koalicionit AKI u mundua që ta ndryshoj politikën në këto zgjedhje lokale, duke u thirrë në narracione si referendum ose si kauza pak më të larta se sa projektet konkrete që i duhen komunave tona, besoj se qytetarët sakt dhe drejt vlerësuan individët, platformat e tyre, grupet punuese, po ashtu edhe realizimin e projekteve konkrete që i kanë realizuar prej mandatit paraprak të disa liderëve. Kjo mendoj se u shpreh si vullnet i lirë në Tetov. Bilal Kasami në vitin 2021 i fitoi zgjedhjet fal mobilizimit të opozitës shqiptare në atë kohë, duke mposhtur Bashkimin Demokratik për Integrim. Po dhe këto zgjedhje arriti që votën ta konkretizoj, ta përmbledh, ta konsolidoj dhe ta shpjerë drejt fitores. Sa ishte porosia edhe nga të rinjt, për shkak se u pa shumë pak të përfshirë në proces zgjedhor në këtë zgjedhje lokale, dhe a beson që partitë kanë marrë mesazhin e të rive dhe do t'i përfshin të shetutje në vendimmarrje në procese, por edhe në struktura, pasi që ka informacione se kanë filluar reformimet e strukturave partijake dhe organeve partijake në të dyja bloqet. Sa duhet të rinjt të cilët e quajnë një mesazh të drejtë për drejtë në këto zgjedhje që janë të pakënaqur nga programet politike të përfshihen në vendimmarrje? Të rinjt, por edhe shqiptarët në përgjithësi, mendoj unë se ka vite që dërgojnë mesazhe deri tek politikanët tonë, gjithsesi te lidership shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Po ky mesazh i këtyre zgjedhjeve të fundit besoj se ishte më i drejtë për drejtë, më direkt. Dhe shqiptarët, po edhe të rinj, ka vite që i bojkotojnë zgjedhjet. Po ta marrim numrin e votuesve shqiptar që kanë të drejtë vote, edhe në zgjedhjet lokale, edhe në ato parlamentare, thuaj se vetëm 1/3 merr pjesë. 2/3 e shqiptarëve i bojkotojnë ato zgjedhje. Po mund të konstatoj se edhe 1/3 e tyre gjendet i larg vendit, jashtë vendit, duke parë si mundësi të tyre për ta krijuar një karrierë dhe një perspektivë më të mirë se sa vendi ynë që i afron. Mendoj se partitë politike, mesazhin e të rinjve, po dhe mesazhin e shqiptarëve duhet që sa më parë ta trajtojnë dhe të punojnë në atë drejtim. Se votuesi shqiptar, qytetari shqiptar nuk fal prej sot dhe andej, cili do që merr guximin të luajë me fatën e popullit, ti zhagoj punët konkrete në këtë shtet për përmirësimin e standardit jetësor në përgjithësi, si atë të aspektit ekonomik, si atë zhvillimit shëndetësor, zhvillimit në arsim, e gjitha ato bariera, ato problematika që na tangojnë neve si shqiptar pikëpari, e pastaj edhe qytetar, nuk e lejojnë më ndonjë faktor politik që të manipulojnë me këtë situatë. Situata aktuale a obligon vendin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare apo jo?
Pak më parë potencova, të ripotencoj prapë se ndryshimet kushtetuese janë çelësi i ardhmërisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, sidomos edhe shqiptarëve në këtë shtet. Nëse partitë politike shqiptare nuk e kurrëzojnë palën maqedone me ndryshimet kushtetuese, unë pres që në vitin e ardhshëm kemi zgjedhje të parakohshme. Faktorin ndërkombëtar, duke përfshi edhe faktorin amerikan, faktorin evropian, nuk ka kohë më të pres për tekat e ndonjë individi për të amendsuar se cila është rruga e Republikës së Maqedonisë së Veriut sa i përket aspiratave të saj. Shqiptarët në rajon, po edhe në Maqedoninë e Veriut kanë vetëm një rrugë. Ajo është civilizimi perëndimor, si dhe hyrja në Bashkimin Evropian. Sa këtu vjen me shprehje urgjenca për miratimin e ligjeve reformuese që prej kohësh, edhe prej para procesit zgjedhor dhe prej fillimit të mandatit të kësaj qeverie kanë ngecur në kuvend dhe nuk miratohen. Edhe ishte e qartë edhe porosia e eurokomisioneres të qëndrimit në shkup që ligjet reformuese duhet shpejt të miratohen. Kur jemi tek ligjet reformuese, besoj se ajo pika që më shumë të na shqetëson neve si shqiptar, pastaj edhe si qytetar, është ajo e decentralizimit të komunave. Duke marrë parasysh se edhe marrëveshja e Ohrit, që në shkruaj si marrëveshje e paqes në vitin 2001, parashifte në aneksin C se patjetër duhet të bëhet decentralizimi i komunave, se e vetmja formë, e vetmja mundësi që t'i plotësoj nevojat dhe kërkesat e qytetarëve sa më afër, sa më shpejt. Mund të them se gjatë këtyre 20 viteve nuk ka arrit. Jo edhe rastësisht në çdo Komision Evropian apo ndonjë i deleguar i Bashkimit Evropian kur vjen në vizitë në për institucionet tona më relevante, e kërkon me përpikmëri që këto reforma të aplikohen sa më parë. Nëse ne dëshirojmë që të përmirësojmë standardin e shqiptarëve, pastaj edhe qytetarëve në përgjithësi, duhet sa më parë që të punojmë me grupet punuese, po edhe me organizatat të qeveritare, që të decentralizojmë komunat. Kur kemi mjete të financiare në dispozicion në për komunat tona, absolutisht se i jepet mundësia edhe liderët asaj komune, po edhe institucionit konkret që të mirën me projekte konkrete në për ato vendbanime. Në për vendbanimet shqiptare ka kohë që nuk ka investimet kapitale. Edhe atë fal politikës së gabueshme të këtyre pushtetarëve tanë. Ne gjatë zgjedhjeve lokale kemi trajtuar tema të ndryshme. Prej në Strugë deri në Likov kemi parë fal juve gazetarëve reportazhe të ndryshme se me çfarë gjendje të mjerueshme përballet jeta e një shqiptari, jeta e një qytetari. Dhe nëse partitë politike në pushtet nuk miren me këtë drejtim për t'i decentralizuar sa më parë komunat, besoj se ikja të rinjve, po dhe ikja e shqiptarëve në vitet e ardhshëm do të rritet. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit edhe juve. Vazhdojmë të qëndroni me ne, vazhdojmë me lajmet.